Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Këtë fjalë njerëzit e thonë me një frym që përzihet me zili, kureshtje dhe fantazi. Kur e dëgjojnë, mendojnë për makina luksoze, udhëtime pa kthim, liri absolute. Askush nuk mendon për atë që nuk blihet me para. Unë mendoj, sepse pavarësisht gjithçkaje që kam ndërtuar, pavarësisht shifrave në llogari dhe respektit që më jepet sapo përmendet emri im, kam jetuar gjithë jetën time me një ndjesi mungese që nuk e kam thënë kurrë me zë të lartë. Një kompleks që filloi herët dhe u rrit bashkë me mua, si një hije që nuk largohet, sado të ndriçosh rreth vetes. Kur isha i ri, e kuptova shpejt se trupi im nuk përputhej me idenë që kisha për burërin. Nuk ishte diçka që ma tha dikush drejt për drejt. Ishte mënyra si krahasohesha, si heshtja ime bëhej më e rëndë, si shmangja u kthye në zakon. Dhe unë mësova të kompensoja, jo me fjalë, por me ambicie. U hodha në punë me një etje që nuk ishte thjesht për sukses. Ishte për kontroll, për epërsi, për të ndërtuar një version të vetes që askush të mos guxonte ta vinte në dyshim. Çdo marrëveshje e fituar, çdo zero e shtuar, ishte një tull mbi një mur që po e ngrija mes meje dhe pasigurisë time. Parat më dhan pushtet, më dhan zë, më dhan hyrje në dhoma ku dikur nuk do të më kishin ftuar, por nuk më dhan qetësinë. Në marrëdhënie gjithmonë kam qenë i kujdesshëm, i vëmendshëm, ndonjëherë tepër bujar. Jo sepse jam romantik i madh, por sepse brenda meje kishte gjithmonë frikë. Frika se mos zbulohem, frika se mos vlerësohem për diçka që nuk mund ta ndryshoj. Dhe kjo frikë më bëri her pas here të ndihem i vogël, edhe kur bota më shihte të madh. Kam qenë në dhoma hoteli luksoze me pamje nga qyteti që nuk flen kurrë, dhe kam djerë një vetmi që nuk mbulohet as me shampanjë, as me kartë të artë. Sepse, kur mbetesh vetëm me vete, nuk ka status që të shpëton nga mendimet. Ironia është se sa më i suksesshëm u bëra, aq më i madh u bë edhe presioni. Njerëzit prisnin nga unë një lloj sigurie absolute, një burr që i ka të gjitha. Dhe unë e luajta atë rol me përpikmëri, por çdo rol i luajtur për shumë gjatë të lodh. Sot jam në një moshë ku e kuptoj se problemi im nuk ishte trupi, ishte mënyra si e lash atë të përcaktoj vlerën time, si e lash një pasiguri të vogël të drejtoj zgjedhje të mëdha, si e përdora pasurinë si mburoj dhe jo si mjet. Nuk jam këtu për t'u ankuar, jam për të thënë një të vërtetë që nuk përputhet me mitin. Parat nuk të bëjnë të plot, ato vetëm të bëjnë të dukshëm dhe faktin që ti e ke shmangur të përballesh. Jam milioner, e vërtet, por jam njeri. Mu deshën dekada për ta kuptuar se vetbesimi nuk matet me shifra, as në bank dhe as në pasqyrë.